kur je një minister, ish minister, se tani nuk është minister, një politikan që vërtet e mbat në kohën se sa po flet e don shtetin tënd, atëherë fjalorin ti e përzgjedh se çfarë thua, edhe në qoftë se ka sinjalet na çojnë që prokuroria ka PDK-s edhe Sami Lushtakut, se kështu këta thojnë, për hir të shtetit tënd dhe për hir të demokracisë, ti atë nuk duhesh me thonë në mënyrë publike, duke qenë që ti e përfaqëson shtetin ton. Në ndë, a ndëgjove Kran çka tha? Tha gazetar, tha duhet mu denua, e ngove këtë farë Zejnullah. Prandaj për bolla, zonja Uka, shikoni, unë nuk jam prokuror këto dhe nuk kam do një gjë me zotri Jakupin, por për këtë arsye kemi këto materiale dhe unë ja publikova vetëm një shkrim të një kolegu tim, kredibil gazetar, kështu që nuk besoj që kena diçka të pak jarë. Që ty e kanë hollin, ju gazetarëve që po i publikoni gjonat, se ju ka dollë harpaloku, krejt këtyne, halo, na kena me po, që ka kanë bo këta. Dhe ta shti gazetarët, qysh mi denumi për ndje gazetarët, se nuk mjaftan me një kërkim folje. Duhet me denu dy qysh. Zonja Uka, edhe po flet me një gazetar që e ka studiu bujqësin, pikërisht, pro. Unë jam pikërisht në temë me diskutu deri nesër me zotri Jakupin. Mirë, atërë të lutem, do të kthesh edhe njerë tek Jakupi, se me këtë logjikën që gazetarët po sajojnë, gazetarët po e thonë të pavërtetën, mendoj që u bë mjaftueshëm Jakupi këtë, se boll na ka sulmuar kryeministri e ministrat e biletit mos e bëj këtë, se jeton në Gjermani dhe ke kuptuar një standard. Atëre po i bie edhe Jakupi, po i bie që gjitha ato akuzat që janë bërë për partitë në të kaluarën, PDK-n, LDK-n, ose kushdo që ka qeverisur ka gjithë sajuara. Shiko, vetëm pak nëse ka mundësi në Gjermani po ka një debat për shembull AfD-ja që është partia e ekstremit të djathtë, tani ka thënë që mediat në Gjermani janë pro qeverisë dhe domethënë për i shërben qeverisë dhe kanë bërë një debat në kuvend. Ndërsa ne në Kosovë kemi demokraci shumë të mirë që gazetarët a kanë thonë mi denu gazetarët? AfD-ja a ka thonë mi denu gazetarët? Çdo gazetar që shpif dhe... Më faj, okej, në rregull. Zotri Zejnullah, ti qesë në temë, sepse jena të full për çështje të cilat nuk jena mbledh. Çështja është shumë e thjeshtë. Shteti i Kosovës do ta subvencionoj kompaninë me 0.16 cent për trajtimin e çdo kilogramit të mbetjeve shtatëzore. Në bazë të planit të biznesit të kompanisë, fitues është paraport të përpunon 5 milion kilogram mbetje në vit, që përkthehet në një subvencion vjetor prej 800.000 eurosh nga buxheti apo 16 milion euro prej 20 vjet. Shiko të lutem, mos kaloni në detaj. Jo, veç pak. Tash unë po të kuptoj, tash po logjikisht po e diskutoj me ju. Po çdo tender që një tender 16 milionësh jepet një kompanie të sapo krijuar zotri Zejnullah. Këtu përgjigj mu, lej gazetarët, e kanë zbulu gazetarët, e kanë kuptu krejt. Këtu përgjigjet të akuza. Unë veç po du me thonë efektin, çdo kontratë, çdo tender i ka shumat marramendse, milionat. Ajo jepet një firme konkuruse në treg. Dhe ajo firma do ta ketë një përvojë paraproke, një CV paraproke, projekte të përfunduara. Ajo si një biznes konkurues, ajo ishte një biznes i pakontestueshëm. Madje ministri tha që unë konkurent... Nga aspekti ideologjik i majti Zejnullah. Atëre mirë, Elena, nëse që ka gjithë shka në rregull me Pecin, dhe ai është i pafajshëm, dhe këto janë akuzat të fabrikuara, se gjitha jo shtri e grave në Facebook për ta mbrojtur. Elen? Nuk dëgjova. Thash nëse sipas Jakupit Peci është i pafajshëm, akuzat janë të fabrikuara, pse u dësha i mobilizim në Facebook nga profilit të rreme të grave? Pikrisht sepse këta duan dul ai Kraku, profesori Lakoste, e mbrojti, i shpollit të gjithë tradhtar, përveç Pecin, dul Donika Gërvalla, tha, a e di kush është ky thot unë jam nipi isa këso argumente primitive. Nuk ndërtohet, as nuk mirëmbohet shteti në këtë formë. Shteti mirëmbohet kur kemi ne njerëz dhe institucione që bëhen hetime dhe nëse është i pafajshëm
Si, duko nevoj mi u dritu zotit, sa dur tha o zot, a ne jek nej zotit, Zonja Uka, kush është La Costa? Në Zirkroki. Po pse e qua në ashtu? A deja I ka thonë në Valonit, ja moni tha, unë tha kam këmishën original Lacoste, po kush, I thët vetit profesor, po kush... Mirë, se ne paguajmë këtu për reklama, Elina, mos ta bëj reklama. Okej. Ako mundësi... Po, Jakupit lutem, të këti. Po, shikot lutem, vetëm pak se ndështë opinioni, mos ndërprena e zonja se vetëm pak thëmë. Për shemë në jetën e si të folsh propagandon e ka me të ndërprej ty, dije këtë punë. Po shiko se nuk vi pasaj në emision. Për shemë mediat I kanë... Jakupit e ne në emision, jo të Elena. Po ti nuk je interesant nëse mund së më kipë. Zonja Uka, të lutem, ta dëgjojmë zotri Jakupin dhe pas ta e replikojmë sepse dhe ju kemi busho. Unë I dua mediat dhe luftoj dhe kam studiuar ta një jetën dhe deri në fund do t'i përkushtohem me gazetarisë dhe I mbroj. Po, tiko, ne gjatë komunikimit tonë përdorim frames, përdorim disa rame, I thonë që fjalit e intensuse, fjalit me qëllim I fusim në komunikimin tonë. Kështu që gazetarët tendencios, vazhdimisht, do më thonë, kam dy media që vazhdimisht, do më thonë, kam bërë propagandë për ta diskredituar. Po nona e propagandës është bota sët, po qka je ka full, po është zotë? Nga media, nga shqipja, nga fyrja. Të mos përmenim e mnatë në ndryshmë, të ambojmë diskutimin brenda temës pa involvuar të tjerët. Jakupi, okej, unë e kuptoj në base hidhrimin tënd, e kuptoj që... Jo, absoluti. Shiko, unë e asë... Jo, vetëm po të pëzdi shka. Në gjdo qështje njeriu, në gjdo qështje, në gjdo situatë, në gjdo sfit, qenja njerëzore I ka disa dilema, I ka disa dyshime. Si është e mundur, ka që verbrisht I besoni pecet, s'me kuptoj këtë? Po shiko, Jehona, të lutem vetëm një minut. Po, Elena, të lutem të më sa ndërprejmë, se duat unë të dëgjëja Kupin. Të gjitha, unë I kam përcilë, se do më thonë, të gjitha prezentimet e Zotit Faton Pecin ka qenë shumë korrekte, me fakte, në televizion, në media, prandaj e kanë sulmuar sepse njeriu ka fituar votat edhe është korrekt. Do me thonë, vetëm të lutem, nëse një minister ka dhënë të nderë... Ka do me thonë, mëre kjo, po vetë Albin Kurti thotë se edhe Miloševiqi dhe Hitleri ka fitu vota, ta është nam ju në nështru drejtë. A të dëgjojmë të lutem, Elina, dua të dëgjoj vetëm pak Jakupin, të lutem. Do me thonë që të nderë...